Mirëmbrëma. Si kam çunat dhe gocat e Londrës, krenarinë e diasporës tonë, shembullin e sakrificës dhe devotshmërinë në emër të familjes dhe kombit. Dua dhe një duartrokitje tjetër për ju, të fortë madje. Pasi jemi këtu vetëm për ju dhe pas 11 maj do jemi në shërbimin tuaj, sikur më parë këto 2 dekada. Sa herë vi para jush kam një ndjenjë të veçantë. Jo se dua t'ju ndaj nga pjesa tjetër e diasporës, se ne jemi të gjithë shqiptarë. Por së pari është fakti se unë kam jetuar gjatë këtu në Angli dhe kam darë një rrugtim të gjatë me secilin prej jush. Së dyti, se ju i morët përsipër rrugët dhe kostot e mërgimit në një dekadë, kur shqiptarët do duhet të ktheheshin në atë dhe. Ka qenë normal largimi i shqiptarëve në vitet 90 pas rënjes së regjimit, ka qenë normal edhe në vitet 2000 për shkak mjerimit që prevalonte kudo dhe pas luftës civile që nxitën sigurimësit, por që shqiptarët të ndërmerrnin kamionët dhe gomonet në vitet 2017-2023, kjo ka qenë e tmerrshme. Ka qenë një projekt i qartë eksodi që ka ideator dhe zbatues Edi Ramën. Njeriu që ju ekspozoi përballë krimit dhe mjerimit, si askush tjetër dhe ju detyroi që në ato gomone ju të ngjiteshi së bashku me fëmijët tuaj të mitur, duke na rikthyer ato skena dramatike të vitit 97. Kur garova për kreun e forumit rinor, nisa një tur në mbar Shqipërinë, dhe nga ajo çfarë pash në Verilindje dhe Mëgjer ishte e rëndë. Shumë prej bashkëpunëtorëve të mi ndër vite ishin larguar dhe ato adoleshentë dhe maturant që ishin të pranishëm në takime, më shprehen se po prisin të mbaronin gjimnazin, jo për të ardhur në Tiranë për studime, por për të ardhur në Angli për nxjerr familjet nga kthetrat e mjerimit. Ato vila të bukura bosh ose me 2 të moshuar, në Has, Tropoj, Mirdit, Shkodër, Dibër, Mat, Kamës, Durrës, Tiranë, e mbar Shqipërinë, që ka në themele djersën dhe mundin tuaj, janë simbol i plagës së eksodit, që ne duam ta kurojmë dhe ato shtëpi dinjitoze të marrin vlerën që meritojnë, dhe atë vlerë ja jepni vetëm ju dhe jo fasadat. Kur Edi Rama erdhi në një takim në Londër për votën dhe për projektin e tij kriminal të amnistisë, ju organizuat një prej protestave më dinjitoze, që i ngjante diasporës rumune që proteston në New York kundër Ceaușescut dhe propaganda tentonte t'ju nxirrte si njerëz të paguar nga Partia Demokratike. E vërteta është që në atë protestë ishin njerëz që kishin paguar nga 33.000 euro për të kaluar me gomone La Manshin, pasi kishin kaluar javë të tëra në malet e Francës në mes të dimrit, duke ndarë fatin e tyre me indian dhe sirian, vetëm e vetëm për të ardhur në Angli, për të ndërtuar një jetë më të mirë për fëmijët. E vërteta është që në mesin e atyre protestuesve kishte nga ata që kanë ardhur këtu me kamion, një udhëtim i rrezikshëm që ka marrë dhe jetë të rinj shqiptar. Po nga ta dinte Edi Rama se kush jeni ju, se ai njeri ka ardhur në pushtet nga plazhet e Francës në 98-ën, kur nisi të lind diaspora shqiptare në Angli dhe që prej saj dite nuk i ka parë kurrë në sy hallet e shqiptarëve. Gata dinte ai se çfarë përfaqësoni ju kur ai pi verën 33.000 euro dhe ministrët e tij paguajnë nga 10.000 euro vetëm për larje makine, kur fëmijët tuaj kanë paguar 33.000 euro për të ardhur dhe për të punuar në lavazh në Angli. Për te i dhimbjes dhe sakrificës, ëndra angleze ekspozoi potencialin tuaj të jashtëzakonshëm në sipërmarrje, duke u bërë shembull për anglezët dhe të huajt në Angli dhe dëshirën e zjarrt për arsim, duke u bërë një prej diasporave shembull i arritjeve në art, shkencë dhe sport. Emra si Dua Lipa, Rita Ora, Armando Broja, Rocco Vata, Lea Ypi dhe heroi jon Indrit Sara, luftëtari i UÇK-s, janë pasqyrë arritjeve tuaja dhe këto arritje janë pasaporta shqiptare. Këto arritje janë pasaporta shqiptare, jo ajo pasaporta me simbolin e kokainës që përfaqëson vetëm Edi Rama. Do doja të përmendja më shumë emra, por lista e gjatë e pjesa e asaj liste patjetër janë dhe shumë prej jush në këtë sallë, na keni bërë pafund krenar. Ne duam që ky potenciali juaj jashtëzakonshëm dhe energjia juaj të kanalizohet në shërbim të Shqipërisë, jo më në mënyrë të pakontrolluar, pasi deri tani shteti am ju ka parë si objekt zhvatje. Por duam që së bashku të ndërtojmë një vend ku të gjithë ju të vini pa frikë dhe të ndërtoni të ardhmen për familjet tuaja dhe mos e shihni më atë dheun vetëm si atë shtëpinë e dytë.
pasi Adheu duhet jetë një shtëpi, dhe duhet ta gëzoni e duhet ta trashëgoni. Ne anglisë jemi mirënjohës, për gjithçka na ka dhënë dhe për gjithçka që po na jep. Dhe duam që Londrën ta gjejmë atje në tokën tonë, që nuk na e lanë amanet të parët tanë, por ua kemi borxh fëmijëve tanë. Ne nuk vim këtu as me eskorta luksoze, as me administrat, as me këngatar tallavaje. Të paguara me taksat tona, ne vim këtu me të shkuarën tonë, që simbolizohet me rrugën e kombit, me liberalizimin e vizave, me antarësimin në NATO dhe me luftën pa kompromis kundër krimit të organizuar. Mbi këto arritje dhe me fjalën tonë, që është garancia dhe emblema jonë, ne kërkojmë të na bashkoheni vëllezër dhe motra, pasi ne kemi bindjen se vota juaj plebiscitare do jetë perla më e bukur në gjerdanin tonë të fitores. Ashtu siç e dini, në emrin tuaj Edi Rama ka ngritur sipërmarrjen e pastrimit të parave në ndërtim, duke ndërtuar narrativën në media që çunat e Londrës po pastrojnë parat në ndërtim. Por e vërteta është që në ndërtim ai ka injektuar parat e vjedhura përmes rrugëve të Florinta 20 milion euro kilometri, inceneratorëve që shkojnë deri në 1 miliard euro, PPP-vet në shëndetësi që kanë shkaktuar gjakdere financiare dhe gjenocid në jetën e vëllezërve dhe motrave tona. Secili prej jush larg qoftë, kur i ka rënë një hall shëndetësor, e ka provuar në kurriz manualin e bandës së onkologjikut. Ju jeni viktima të spekulimit me ndërtimet se një pronë në Tiranë apo Kamës, që një treg normal mund ta blidhet me 100.000 euro, e keni bler me 150.000 euro. Pra jeni zhvatur barbarisht nga ky grup kriminal i strukturuar që për pastrimin e parave në ndërtim po bën kurban Erion Veliajn. Nuk ka djem nga Londra që kanë bler 33 apartamente në Tiranë, por ka zyrtar shtetëror me nga 33 apartamente dhe kjo është e provuar miqtë e mi. Pra me rrok shteti blen 33 apartamente. Kjo është pasojë e korrupsionit dhe kanabizimit që mbushi Shqipërinë dhe ju detyroi të ndërmerrni rrugën me gomone. Edi Rama sa herë vjen në Londër, nuk kalon kurrë nga Lamanshi. Unë kam shkuar për të parë atje. Se ku kanë ndjenjur bashkëmoshatarët e mi, se unë kam jetuar mes jush dhe ju a njoh vuajtjet dhe mundimet. Përpara se të vinte për votën në Angli dhe veç udhëtimeve të luksit, ka ardhur për amnistin. Amnistit të cilën e realizoi, por jo për ju, por për ndrangetën dhe grupet e tjera kriminale. Ne jo vetëm do ndërhyjmë në treg duke ulur taksat e pronës, por kemi një plan që quhet një çati për çdo çift. Për të mbështetur çiftet e reja për të bler banesën e parë, pasi do subvencionojmë 30.000 euro me zero interes. Dhe kur ai çift i ri të bëhet me 3 fëmijë, kjo kredi do zerohet. Ne jemi konkret në atë që ofrojmë, se ne e njohim hallin dhe e dim lidhjen e shqiptarit me pronën. Familjarët tuaj nuk do kenë më nevojë të hipin në gomone për të ardhur në Angli për të bler shtëpi në Shqipëri. Ne do t'i ndihmojmë dhe fal projektit ton, të rinj shqiptar do vinë në Angli vetëm për turizëm. Kur kemi ardhur në Angli, besoj e keni kuptuar se sa potenciale të jashtëzakonshme ka Shqipëria për zhvilluar një sipërmarrje dhe sa potencial keni ju për të ngritur një sipërmarrje. Ne kemi vendosur gjejmë një zgjidhje, të zerojmë taksat për 5 vitet e para për cilin do prej jush që vjen në Shqipëri të investoj apo të punoj, si një shtys që ju të ktheni në adheun ton, të cilit i kemi detyrime së tokë e prindërve dhe fëmijëve tanë. Ne do krijojmë kushtet që ju të shkëlqeni në sipërmarrje, siç keni bërë këtu dhe në çdo vend tjetër të Europës. Ju sot keni sipërmarrje si lavazhe, servise, restorante, hotele, bujtina dhe deri tek sipërmarrje që lidhen me teknologjinë apo ndërtimin. Ndaj ne duam që ju këto t'i zhvendosin në adhe, pasi vetëm sipërmarrja e mban në këmbë një komb. Ne jemi vend i bekuar me det, me male, me klim. Dhe turizmi që ne duam të ndërtojmë nuk është i numrave të rrem që gënjen rilindja, por do ta kthejmë Shqipërinë në magnet për vizitorët, ku kryefjalëve zbukurive që na ka dhënë Zoti do jetë cilësia e shërbimit dhe siguria. Ne kemi dëshmuar se jemi parti e projekteve të mëdha, sepse e bëm në rrugën e kombit, që i ka dhënë një hovë të paprecedent ekonomisë. Dhe ju e dini se jeni me shumicë nga Tropoja, Hasi, Kuksi, Mirdita dhe Shkodra. Vëllezërit e Kosovës e mbajnë në këmbë turizmin prej 3 dekadash dhe ne jemi mirënjohës. Ndryshe nga dashnori Open Balkan, Edvin Vučić, që u ka vënë trarin.
Ne synojmë turizmin kombëtar dhe ne kur flasim për komb, kemi parasysh mollën e kuqe, Tetovën, Ulqinin, Orin, Shkupin, Prishtinën, Pejën, Vuthajn, Hotin dhe Prevezën, se kjo është qasja jonë. Ju të gjithë keni prindër e gjyshën në Shqipëri dhe në traditën tonë t'i lëm në azil nuk është alternativë. Dhe as nuk do jetë kur, sepse ne jemi shqiptar më së pari. Ne do ndërtojmë ekipe që kanë në fokus kujdesin ndaj të moshuarve dhe mbajtjen e kontaktit me fëmijët dhe mërgim siç jeni ju. Ju nuk duhet shqetësoni më nëse ata kanë drita, ujë, ushqim apo ilaçe, pasi këtë do e bëj shteti. Së pari se ka detyrime për kontributin e brezit vjetër dhe së dyti ndaj jush që prej 3 dekadash me remitancat tuaja keni mbajtur gjallë ekonominë shqiptare. Ju keni dhënë gjithçka. Koha është që ne t'japim ndaj jush. Ndërkohë vendosja pensionin minimal do shpëdoj këdo nga mjerimi. Për shkak të pozicionit kam shkelur çdo cep vendit dhe sot më dhëm që janë mbyllur 229 shkolla në 10 vite. Dhe nuk kam si t'ju them një qytetari nga Gola i Tahasit, nga Lekbiba i Tropojës, nga Fani i Mirditës, nga Macuku Limatit, apo në Dukagjin që të kthehet të investoj aty ku shkollat dhe spitalet nuk ekzistojnë. Ne do bëjmë pamundur që aty ku janë njerëzit të jenë dhe institucionet. Ne paguajmë 100 miliona euro kot për check-upin, që nxjerr burrat me barë dhe gratë me prostat. Dhe ne nuk kemi mjek specialist në 40 vjeç në qytete të vendit, duke nisur nga Bajramculli, Peshkopia, Kopliku dhe deri në Skrapar e Delvin. Ky do jetë fokusi ynë miq, se ju prandaj keni ikur nga mungesa e asaj shkolle apo qendre shëndetësore. Dhe detyra jonë është t'i ringrejmë këto institucione kudo, cep në cep Shqipërisë madhështore. Ndoshta në këtë sallë ka njerëz që kanë ardhur në Angli në 98-ën si shqiptar të Kosovës. Dhe unë do flas pasi në programin ton Kosova është pjesë e pandare jona. E unë e di se këtu ka nga Tropoja, Asi, Kuksi, Mirdita, Shkodra apo dhe Kavaja që kanë dhënë dëshmor në UÇK e kanë qenë baza në shërbim të luftës së UÇK-s. Ne synojmë një treg përbashkët me Kosovën, pasi jemi një gjak e duhet jemi një paketë ekonomike. Dhe një apel zemre kam, sa herë vini në Shqipëri, shkoni dhe në Kosovë, se më shumë se kur kemi nevojë për njëri tjetrin, sepse Edi Rama dhe Aleksandr Vučić punuan shumë të na ndajnë. Por andajt vllai me vllajin. Përgjigjen besoj e dini vetë ju të gjithë. Si përfundim, opozita dhe rotacioni ka nevojë për kontributin tuaj, për votën tuaj, për të gjithë ata që janë regjistruar, për të gjithë ata që kanë mundësinë nëse s'janë regjistruar të vinë fizikisht në Shqipëri në 11 maj. Por ne kemi nevojë dhe për donacionet tuaj për të luftuar për misionin e Shqipërisë madhështore. Partia Demokratike e Shqipërisë dhe lideri i saj profesor Dr. Sali Berisha paktin e kanë Partia Demokratike e Shqipërisë dhe lideri i saj profesor Dr. Sali Berisha paktin e kanë me antarët, me qytetarët dhe me diasporën. Dhe në asnjë moment nuk e kanë atë pakt me oligarkët, me krimin dhe me korrupsion e manualit 5D të Erion Veliajt apo 5B të Belinda Ballukut. Na ndihmoni me donacionet më të vogla në dhuro.pd.al që këtë kastë të korruptuarish t'i shporim nga plaçkitja dhe bashkëqeverisja me krimin. Edi Rama luftohet edhe me 20 euro, kur ato jepen me zemër nga miliona shqiptarë. Rrof diaspora shqiptare, rrof Shqipëria madhështore, ju duam!